Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugazhini. Ky podcast mundësohet nga partneri jon Xfist, ndërsa në këtë episod do të analizojmë rrandeshjeve të para çereffinale të Ligës së Kampionëve së bashku me kolegët e mi Lavdim Pireva dhe Bardh Maxhuni. Fillimisht Bardhi do të na bëjë një hyrje cilat kanë qenë ndeshjet e para e pastaj do të tentojmë të analizojmë secilën një nga një dhe të japim ndonjë parashikim për ndeshjet kthyese. Atëherë për shkëmbim gjatë kësaj jave janë zhvilluar 4 ndeshje në Ligën e Kampionëve, ku ashtu që kena pritjen kanë 4 ndeshje shumë të forta, po besoj që ka pas edhe befasi. Mund të thonë ka qenë befasi rezultati i ndeshjes Barcelona Atletico Madrid, për shkak se të ditë që ndeshja e parë u zhvillua në Camp Nou, po besoj që gjithë kanë pritë që Barcelona me siguru një fitore për që me pas më të lehtë ndeshjen e kthimit, të cilën e ka si mysafir. Na po fillojmë me ndeshjen e parë, e cila ka qenë Reali me Bayernin, po fillojmë me Lavdën. Lavdë çtu ka duk ndeshja Real Bayern. A ke rezultati pritur për ty? Po i pritën deri dikun pas që Bayerni ndoshta pak më lart se Reali këtë vit. Po prodhum, dy ekipe prodhum shumë raste. Dy portierat mund shumë pritje, sidomos në Njeri mund disa pritje të jashtëzakonshme, sidomos atë rastin me Vinicius Junior. Edhe të kish met baraz, ndoshta 2-2, edhe me met shumë e hapun për ndeshjen kthyese nuk ish kon befasi. Reali në pjesën e dytë mundu më shumë, prodhoi më shumë. Hyrja në lojë Bellingham edhe kush ke tjetër? Ndrime që i boni. Brahim Diaz i dhanë më shumë i dhanë sulmit edhe prodhoi më shumë, po Bayerni kishte raste shumë. Qa ke interesant, nuk i vlerësojshin në mënyrën e duhur disa raste, kur ishin situata si 3-3, 3-2, ku mundeshin me shënu goll shumë lehtë. Nuk i vlerësojshin mirë edhe e lanë ndeshjen e hapun, besoj që është e hapun. Besoj që Reali nëse është një ekip që mundet me kthy në rezultat Ligën e Kampionëve është Reali. Edhe pse ndoshta këtë vit nuk ka shku shumë mirë për ta ndrimi i trajnerit, problemet me lojtar, tash edhe lëndimet, veç këto momente ndoshta e ka ekipën komplet, e ka kompletu ekipën, një kthy Militao për shumë lëndime, kthehet, lëndohet prapë. Pastaj edhe Bellinghami në atë probleme me krah. Po besoj që janë kompletuar edhe në ndeshjen kthyese mujna me prit një betejë të gjatë. Po besoj që Real Madridi nuk ka modërzu lehtë. Ka ditë me bo rikthime të mëdha edhe kundër ekipeve ndoshta që kanë marrë topin më shumë se ata. E pam që Bayerni ka lojtar të jashtëzakonshëm, sidomos ajo pjesa e sulmit e tyre është e frikshme, do të thonë Harry Kane sulmues tipik, pak sulmues ka si ai sot në botën e futbollit, një gol të jashtëzakonshëm e shënoi. Pastaj edhe Luis Diaz tash ke çuditën që ka kshu Liverpooli. Do të thonë një lojtar me këto statistika, 10 gola asiste dali të të dyja. Edhe bon një paraqitje, edhe pse humbi raste, po bon një paraqitje të mirë. Nësa edhe Alis. Po, mos folëm për fund kjo është e gjanë, në ditë që të lumë mirë në Gjermani në Bundesliga, po thashtë liga ma e lehtë, po që lumë me qaq lehtësi edhe kundër Real Madridit, më thonë ke që tha dhe Andria të kanë si me polë, më thonë lojtarët e tillë që din me lujt në topin, në shojnë futbollin pak ma ndryshe se tjetin, shumë interesante dhe i bojnë fonsat me ndjek futbollin. Ka ndër një sen që më buni për shtypje, u këthy aja
ndeshja para disa vjetëve kur Viniciusi e vononte ndeshjen. Po, Edhe kur ja jep Topin Kivini na oca. topin edhe e lëshon kështu, në minutat e fundit kërpejke që më luloja ma shejt, kish harru që ka bu në ashta para do vjetëve. Karma. Po, Edhe bashkë si lejtarë që bëjnë kësi gjithë të kanë eri vjenë qështu edhe puna. Po bënin ndeshjet mirë. Viniciusi bënin ndeshjet mirë, humbi raste, po bënin ndeshje interesant. Edhe nëse Mbappe e arrin maksimumin, zë menoj që lejtari kryesor e Real Madrid është Mbappe, ama parasysh me tjene. Ky pushimi që i ndodhi shkope i lëndimit ja ka ull pak atë formën e mirë që e pat që ndeshje gol, nëse arrin me recuperu forcën e tij këtë javë, për javën e ardhshme besoj që mundet me konë edhe vendimtar është sigur si jashtëzakonshëm. po. A kina e pyetje tjetër mbar? Jo tash veç po kalojmë të Shkumbini me ditë edhe mendimin e Shkumbinit për këtë lojë. Po me të thonë drejtën, e kum prit një ndeshje balancume, pasi që kur tu me Real Madridin nuk po besoj që ka një skuadër që mund me pos epitetin e favoritit, sidomos në Bernabeu. Përkundër asaj që e tha edhe Lavdimi, nuk është se ka pos vazhdimsi në shta rezultate në formë edhe një lojë sulmuese, por sa i radhë për dallim për hera tjerave ka kriju ma shumë, u përqendru edhe në fazën ofanzive, nuk është se ka tentu veç me kundërsulme, që që kemi po zakonisht, sidomos ndeshje me Manchester City në fazën e 1/8. Për Bayernin, po besoj e kemi përmend disa herë që nështë ka qenë ekipi smoshku me Arsenalin me formën ma të mirë këtë sezon edhe që kanë shumë mas pak tipik si në ligën e kampionëve po edhe në kampionatet respektive. Rezultati sipas meje ke Real, edhe pse i pa disa goditje Real Madridi, disa pritje Neueri, po edhe Bayerni pa të raste, sidomos rastin pa me kanës brenda 5 metrëshit. Do thonë një gol e hershëm kish mujt me ndryshu komplet ndeshjen. Kështu që rezultati po besoj ke Real edhe i jep një përparësi ose një avantazh bukur të mirë Bayern Munichut për ndeshjen fyse, kur dihet që e ka një skuadër të kompletume. U bo kohë që u kthy edhe Musiala në ekip, e ndoshta ndeshjen kthyse ka me pas edhe një armë ma shumë me praninë e tij, kur e pron që Gnabry ndoshta ke pika më e dobët e ndeshjes për Bayernin. Për treshën sulmuese mos të flasim, i tha Lavda, ndoshta janë treshja më e mirë këtë sezon. Apo pa ndoshta heq sa i përket statistika, krijimit rasteve edhe shënimit golave janë padyshim treshja më e mirë në Europë. Kane, Olise edhe Diaz. Po ajo që ke pozitive ke edhe paraqitja e dy mbrojtësve ansur që jena ku shumë skeptik me Stanishicin edhe me Lajmen. po me Konrad Lajmer. Sidomos pas e kemi po që disa herë kompania gjatë kampionatit ja u ka ndryshu pozitat, Lajmer ka lu mbrojtësi Diaz, Stanishicin të majt. Edhe atë a vedin në thamë të shohëm se mos është Stanisic i ranë për me lu me Viniciusin, po e kemi po që në duelet 1-1 nuk është se ka bu shumë gabime, përveç ato kur vike në rast e vini prej kundërsulmit. Kështu që ka qenë pozitive a kjo. Pika më e dobët ndoshta ka qenë Upamecano që ja ka fol disa herë topin, sidomos në rastin që e përmendje Viniciusin që e qiti Po. veç me Neuerin 1-1. Edhe rastin që humbi gollën, po në përgjithësi Bayerni është një skuadër që u formu për me një fitu trofe. Është sezoni i 5, jo i 6, se në pandemi e ka fitu finale me Parisin. Edhe po besoj që Bayerni do të tentoj deri në fund me fitu trofeun, edhe ka gjosa shumë të mëdha, pasi që pas një kohë gjatë janë kaq të kompletuar, kaq shumë thellësi e skuadër me
edhe me rezervista që mund me i me bo diferencën, e po në Davis që kem bon, në Alfonso Davis që në është tamë 5 vitet e fundit ka qenë në mbrojtësat e majtë matë mirë, për me nda edhe Musiala që është të morë minuta ku pas ku, është në këtë kohë rezervu, si pasi së është 100% shin e ti, po nëse lunë, vetëm nabëri bongë që gjithashtu, më thonë ka emra mjaftu shumë, edhe po besoj që rezultatin e ndeshjes parë, me qenë se ka marrë fitore, kjo jep një avantazh, sipas me bukur mirë kur dihet që Bayern në një skuadër e madhe, dhe sidomos në shtëpi nuk është se lëshon shumë. Nuk e lën pa edhe një gol me një. Ajo është me pakta, po është problem me numru humbjet e Bayernit në Allianz Arena, kështu që është një avantazh. Barët e shekon vend të Arbelos që kështë bën ndryshe, çka në shkrejt e rallë, si pas ti. Tash që kry loja për besej muna me thonë që u ka një loj shumë interesant, për shkak se rezultati final ka ujtë me konë ashta ke ndryshe, ose ka ujtë me konë shumë i thellë për Bayernin, për shkak se dim raste që i kanë hupë, sidomos u pa me kanë në krejt fillim ndeshjes me humë një super rast. Mendoj që Bayerni e ka fitu këndeshje për shkak të agresivitetit madh që e ka pas në presion, edhe dije se 2 gola që i kanë shënu, 2 janë ekskluzivisht gabimet lojtarëve të Realit me një pozicion shumë kritik. Për shembull Viniciusi te golla e Luis Diaz e humb topin dhe proteston për prekje me dorë, edhe në atë aksion Gnabry me njerë e gjen Luis Diaz në zonë edhe ai dije çfarë sulmuesi është. Kurse te golla e dytë Carreras e humb një tëm mes fushë dhe prap den pa aftësia Harry Kane që e tham që është një ndër sulmuesit më të mirë botë. Çka u kon befasi po besoj për tifozët e futbollit këtë lojë është se këtë kanë pritë që Reali me qenë i dërë granë e djatë, ku faktikisht granë e djatë Alexander Arnold dhe pat një paraqitje të mirë, ngrasim me ndeshjet e tjera të mëdha ku ka vështirësi zakonisht në fazën e mbrojtjes. Po besoj që kjo ka qenë pak edhe merit e bashkëlojtarëve të tij, për shkak se kena pa Thiago Petars edhe Valverde çdo moment kanë qenë afër tij për me ndihmu me neutralizu Luis Diaz, kurse në anën tjetër Carreras u kanë krejtësisht i vetëm me Olisejn për shkak se nuk e ka pas atë ndihmën e njëjtë si Alexander Arnold në krahun e djathtë. E kjo po besoj që ka me ndryshuar lojën e dytë për shkak se tash pritet rikthimi i Ferland Mendit në formacionin startues, ai e pat një lëndem, tash pritet që në kampionat kundër Gironës me i marrë disa minuta, edhe me aktivizu që me ka një gatshëm për atë përballje. Pse Bayerni ka qenë meritor për fitoren është e ka zënë edhe fakti që ka mbrapu ma shumë. Domethënë para lojës Arbeloa tha që do të me mbrapu shumë këndeshje, po kjo nuk u përkthy në fush, për shkak se u pa në fund distanca kur i krahasojmë dy ekipet, Bayerni pa dikon 12 kilometra ma shumë me një ndeshje që 1 kilometër për tokë. U prit që Reali nashta me vrapu me maksimumin në mënyrë që me arrit një rezultat të favorshëm para ndeshjes kthimit në Gjermani. Tjetër është tash edhe mungesa e Tchouamenit për shkak kartonave, po besoj që është një mungesë shumë e madhe, për shkak se tash në ndeshjen e dytë sipas gjitha gjasave pritet që vendin e tij me nxon Kamavinga, ku këtë sezon nuk është të shfaq një formë mjaft mirë, edhe siç e thash në fillim, Bayerni shënoi prej presionit, prej gabimeve, edhe ky është një lojtar që kur i ushtrohet presion zakonisht po den me bë ato gabimet, kështu që përgjithësi mbetet një lojë e hapur për sfidën e kthimit, po pra Bayerni ka avantazhin, edhe pse besoj që tash, për herë të parë po besoj, nuk është presioni shumë i madh te Reali para ndeshjes kthimit, për shkak se viteve të kaluara ndeshja e kthimit zakonisht ka ra në Bernabeu, për shembull nëse marrim për shembull ndeshjen me Arsenalin, pritshmëritë kanë shumë mëdha që rezultati ka mori kthy, kurse kësaj radhe është po besoj atmosfera pak më e qetë, për shkak se dihet gjendja e dy skuadrave, dihet niveli i Bayernit, tash e kena pa edhe në lojën e parë, po edhe dihet se çfarë trajneri kanë ata, edhe çysh di me menaxhu lojën. Kështu që po besoj që është sfidë e hapur, po trajnerin shekini jo, një trajner i ri. Një trajner i ri. Unë po besoj që më ndërlidh me Bardhin, po besoj që një gabim, ishte si maskushi me kritikuar Arbeloa, po besoj që pasi kena po ndeshjen, ka rezultu shumë gabim vendosja e Pitarçit në këtë ndeshje, përkundër që ka lujt mirë me Manchester City, po dhe me Manchester City ka bo gabimin, është shumë lojtar i ri, mi dhon
që ka Ka shumë shumë presion, pasi që e kemi po 3-4 herë e ka humbë tupin që është edhe në zona të rrezikshme ku kanë mujt shumë lehtë me ro golla. Në këtë rast po besoj që ndeshje nivelit kaq nalt edhe me kundërshtar kaq të fortë, po besoj që ndoshta u dosh ti panel titulari me Allon Kamavingës ose me vazhdu me Valverden në qendër të mesfushës dhe me Mastantuanën apo me Brahim Diazin në krah për me bu numra ma shumë në mesfush, kur dihet që pitoshin përveç moshës të re edhe gjatësia e tij në fiziku nuk është se të lën shumë me prit ndoshta diçka pozitive, po megjithatë ai është trajner e din skuadrën e tij dhe tash vetëm na mbetet me pa a do t'i përmirësoj gabimet pasi që raste krijuan edhe luajtën gjatë gjithë kohës barabartë përkundër se e pranun golin të parët edhe u kthyn lojë. Domethënë vazhdoi kemi kriju edhe pse prap golin e dytë edhe Bajeni Reali nuk u niki i dërzuar asnjëherë. Parti që ti kanë shpesh trenirat e Realit. Pe Angelotti. Asnjë s'po qenë që as Angelotti, asnjë ka vërçi. Janë sukas me Zidanin, ju ka dali mirë. Qysh kishe lutë se ti e ndikshtu në fund beson në rikthem të Real Madridit. Qysh kishe luajti, çfarë formacioni kishe vendosur fush? Jo, në thash që mendi po besoj ka mu kthy informacionin startus. Tash për dallim prej ndeshjes ka lume edhe Bellinghami po besoj starton në fush. Mbetet ndryshim tash a starton Pitash, a starton Kamavinga, po kjo besoj mbetet trajnerit. Një rikthim tjetër është edhe i Eder Militas, që atë ditë u aktivizu pjesën e dytë. Tash po besoj që ndeshjen e dytë ka me zonë vendin e Dean Huijsen, i cili këtë sezon ka pas paraqitje të lohatshme. Dhe po besoj që Milita me Rudigerin e formojnë një dyshe një partneritet shumë të mirë mbrojtje. Çka kisha dash? Majt Arnoldin gjast? Po. Portier Lulmini se... Po. Kurta selekte, as po vëshë ti. Jo, kurta mungon edhe për disa javë, kam humbur edhe disa ndeshje. Po besoj që edhe për një gjysmë finale hipotetike ai shkon në rrezik ose jashtë. Kështu që unë kisha preferu Bellinghami me Gülerin në qendër mes fushës, Valverde edhe Brahim Diaz në krah mes fushës, për shkak se Reali zakonisht kur të mbi popullon mes fushën po ka rezultate më të mira për shkak se po arrin me kriju një stabilitet më të madh mes fushë. Pse e shoh Realin që ka me dhënë maksimumi këtë lojë është se krejt sezoni po besoj që është ajo ndeshje, të di që diferenca në kampionatin e Spanjës është tash 7 pikë, edhe është vështirë me i rikuperu ato pikë për shkak se ndoshta ndeshja më e vështirë e Barcelonës deri në fund të kampionatit është El Clasico, që po besoj ato ndeshje tjera i fiton. Kështu që unë po besoj që Reali ka çan ndeshje për me shpëtu sezonin kushtimisht, për me synu për me fitu Champions League-ën. Kështu që po besoj në ndeshje edhe nuk ka me pas shumë taftizime, për shkak se Reali ka me kërku gollën. Normal tash pritet që me pas një paraqitje më të mirë fazën e mbrojtjes, mos me po ato gabimet e lojës parë, cila tash po besoj me rikthimin e mendit edhe Militan formacion ka me pas një stabilitet më të madh. Arini ka thonë, në 3-4 javë Madridi as të tilo se me ten për ndove. Shumë për në bora e ten. Po më nuk me ndodhë, e kena pas se sarë kena diskutu, veke për një formë të luhashëm, po fitoj ki 3-4 ndeshje, op ke një opu nuk pritej, po pak nuk po pajtona me bordhe për formacionin e lojës fyse, nëse të kishë dëgju kompania, kishë toni sholla, është bordhe, trener e lunë që është. Një mesfush pa një shkatrus, ose një lejtor agresiv problem. Bellinghami ofanzim, Güler ofanzim, asë njëherë nuk e bën atë gabim. Jeshtin është Unë po besoj që në të dy rastet, në rastin më të mirë edhe për me pas sa më pak rrezik, sipas meje, kam e tentu me Kamavingën edhe me Valverden me lunë qendër. Dy lojtar agresiv, dy lojtar që e dinë edhe mbrojtjen. Ndërsa kam e bu spostimin e Gülerit nonën e djathtë, eventualisht Brahim Diazir, edhe Bellingamin me qitë nonën e majtë. Erë me lu si me tre mesushor,
Po. Edhe Gylleri njonin krah me Viniciusin që kthehen që mu bo edhe me pas Kur me zbrohet së me shumë, pas. Po ajo që po dihet është se në mes fush ka me pas ma shumë numra, për shkak se Po. ndeshjet ma të mira këtë sezon Reali ka kur starton Po, me dy shumë. numrat kur si ki lejtar adekuat Po. nuk janë fort preferueshëm. E sipas me është shumë ofanziv me i me dy lejtarë si Gylleri dhe Bellingami në qendër të mes fushës, me qenë se Tchouaméni është një mungesë e madhe, mos mu pajtu njerëz, po është i vetmi lejtari që ati profilit që Po. ka Real Madridi. Po. Një lejtar shkatërrues që e lën me sushun defanzive, po veç ata. Kështu që po të këshirem, s'kam bet asnjë javë ku, Po. e ka Mundësi. ka mundësinë me provu. Një parashikim, na edhe këtë e parashikim. Sa ky jetë rezultat. Rezultat. Po besoj një fitore e Bayernit me rezultat të njëjtë. Eventualisht 2-0. 2-1 ose 2-0. Po nuk shoh befasi nga ona e Real Madridit në ndeshjen kthyese. Se tifoz po menaj, po shpresoj, në fakt, se në vazhdime na shta. Me fitu, po në rastin ma të keq po besoj për Realin, unë besoj që këta kanë me bo një lojë shumë të mirë, edhe nëse eliminun, po besoj që ka me qenë një barazim, për shkak se dihet tash që edhe barazimi i konvenon Bayernit këtë ndeshje, po besoj që ka me qenë një ndeshje edhe më e mirë se ajo, por edhe me më shumë golla. Për rezultat përfundimtar, s'po di, po besoj që Reali nëse ka një mundësi për me fitu, është në vazhdime. Nëse dërgon ndeshjen në vazhdime. Unë besoj që Bayerni se lën hiç me shkuan. I kryen shpejt edhe mund timen e. Në rezultat. Se Reali Pranu, do të me sulmu e besoj që Gjerman nuk i gabojnë rastet që i kanë gabu lojën e parë. ja, Nëse po, jep atë po. Edhe sidomos këtë edicionin e na po Bayernit që kalu shumë sigurt, kjo po edhe në grupe ku përveç Arsenalit që i fitoi gjitha ndeshjet, ka kanë dytës. ko dytit me 7 fitore, një humbje, 7 fitore, një Është barazim. një humbje ka Bayernin pikërisht kundër Arsenalit e ka. Me Arsenalin, është që kanë pas vazhdimsi edhe nuk po besoj asole mos e ka marrë këtë avantazh kaq të madh në Bernabeu, nuk besoj që e lëshon. Tash po kalojmë pikërisht te Arsenali, që ka loja e dytë, e fitoi minimalisht kundër Sporting Lisbonës në temp, që po besoj ka qenë e mjaftueshme, përndryshe për Arsenalin edhe barazimi nuk u kanë rezultat i keq, për shkak se ndeshja e dytë zhvillohet në Emirates. Çka ka interesant për mos ndeshjes, Saka se nuk e di cili lojtar i Arsenalit tha gjyklerësh tha ka jep tha krejt strategji tha krejt qysh preferojnë ata me luta edhe na kanë përgatitun krejt atje. Paka shumë e kena prit se qysh kena mirësos ndeshjes. Po besoj në fitore e Arsenalit që e mund në minutat e fundit ndeshjes me një gol shumë të mirë Kai Havertz nëse nuk gaboj shonaj, një gol shumë e mirë. Edhe po besoj që ky avantazh ndeshjen e kthimit nuk pres befasi, po besoj që Arsenali kualifikohet tuti. Arsenali si gjithë pak me vështirësi po i fiton lojt, edhe në këtë lojë portieri i Arsenalit të mund lojtari ndeshjes, i ka bërë disa pritje shumë interesant, sportivi një këtë prodhoj. Po Arsenali e priti momentin, e shënoi një gol më herët për gjatë aksionit ke offside. 2 minuta shtesë me nuk ngrit si barazim, po një pasim shumë i mirë thellësi, planim me Xhamalet Havertz dhe gol. Një lojtar tipik i ka munguar në sa shumë Arsenalit, si lëndimet e shpeshta i ka bërë si me investu në sënta, që ka 300 minus të kalibrit bajagit mirë. Qendrë, dhe më thonë që 2 ekipe si kanë 2, dhe limo 3. Arsenali është ekipe kompletume dhe po besoj që pa probleme e kalon Sportingin edhe kalon në finale. Ndeshja e parë u ndeshje e balancume gjatë gjithë kohës, se Sportingi ka kriju futboll, ka luajtur futboll, ka tha dhe Lolda Raja i ka bërë disa pritje. Më thonë ata tentun me mbajt ndeshjen e hapur, po ky goli i vashëm i pranuar, më duket që ja prejti biletën Arsenalit për gjysmëfinale, pasi që Arsenali është skuadra më e mirë në botë momentalisht për me mbajt ndeshjen me barazim. Nëse hiç s'tenton me mujt në Emirates,
barazim e mon, pasi që e kemi po, e kum thonë unë edhe para disa episodër kur kena fol, nështë u konë vetëm sa u kry faza e ligës, kum thonë që askush s'është u pajtu me lojën e Arsenalit, po vetë Arsenali edhe fansat po pajtuhen, se që kjo është mënyra e vetme që Arsenali me po sukses, më kthy te sukseset që i kanë mungu tash e 25 vjet gati. Ose 20 vjet i kon nga finalja e fundit me Barcelonën që e humbi në 2006-ën. Kështu që Arsenali e ka momentin, njësoj si Bayern, ne kena potencu disa herë, që në dy skuadra që kanë pas vazhdimsinë e rezultateve, për ballim pe Bayernit që ka prodhu lojë, Arsenali ka prodhu ma pak, u kon ma cinik, po të paktën e ka arrit që ato që po don. Një fitore minimale ku ju ka vështirësu, ka thonë okej, pe marrë një barazim, pe marrë një pikë, sidomos në kampionat, në nevojitë, edhe ecim tutje. Njësoj Arsenali, nëse e shem fillim që nuk po mund me dhonë një gol hershëm, nuk është se ka me tentu me sunu gjithë kohën Sportingi me mujt, provon me mujt ndeshjen nivel, edhe në fund, edhe nëse përfundon ndeshja barazim, e ec me golin e shënum Portugali, edhe pse besoj që ndeshja kthyse nuk është se kam ju rreziku diçka e shumë favorit pastër Arsenalin, edhe vetëm duke pritur kundërshtarin e ardhshëm gjysmë finalës, se po besoj që ka me qenë rap gjysmë finalja më interesante, ajo mes Atletikos dhe Barcelonës. Te kjo që tham fillim që ke nashta befasia e kësaj jave, u përveç rezultatit, po besoj që kjo ndeshje pat shumë polemika edhe për shkak ndarjes drejtësisë, për shkak se po Hansi Flick mas lojës ta nuk jemi sigur ta nëse ka qenë karton i kuq rasti ku bashkësit me Giuliano Simeone, për shkak se edhe nëse e shohim në replay, bre që Simeone nuk është që ka pas kontakt me topin, ne ka kontrollu e tash që ky pretekst i ka qenë për Barcelonës që nashta gjyqtari u ngut për rastin e kartonit. Këtë rast ke është klas. Po tash prej anës tyne ke Ja, ma shumë janë anku te pritja po e tash te prikja e po. topit me dorë. Edhe atu ka bos më shumë material, se kena por Po. se ku janë një penalti ato. Janë një penalti, po tash nëse e këshyrim një rast që ka ndodhur bashkë si vjet në Champions League, loja Arsenal Bayern, nuk e di cili ekip saktë nis çashtu aksionin, edhe mas ndeshjes kur e pyesin referin pse ky rast nuk ka akordu penalti, thotë se ka qenë gabim i fëmijëve. Në atë aspektin që nuk e ka bë me qëllim. Kurse mas lojës portieri Atletikos tha neve tha na ka orë çudi, S'ka ato. tha se është një aksion, tha që kena paramendu, tha kena ushtruar stërbitje, për arsye që tash kur lojtari pason te portieri, me pas më të lehtë më shmang presionit Barcelonës. Kështu që nuk e di, referi ka mujt edhe me nal penalti, nuk është diçka që Në ndeshje Aston Villa Club Brugge në edicionin e kaluar e ka nal penalti. E jep topin Emi Martinez te Tyron Mings e ndal me dorë, të tërë me nis, e përdohet penalti. Njësoj, po besoj që u dosht mu vepru edhe te Atletico. Domethënë ka gabu edhe gjyqtari kryesor, edhe vari ka gabu vendim, dhe ky rast po besoj që ka dëmtu jashtëzakonisht Barcelonën, pasi që ishte një karton eventual i dytë i verë për qendërmbrojtësin Marc Pubil, dhe një penalti për Barcelonën, e cila në rast konvertimi i barazonte shifrat dhe ndeshja luaj 10-10, dhe rrjedha e gjithë ndeshjes ka mujt më ndryshu. Po besoj që kritikat dhe protestimet e Barcelonës përgjithësi nga trajneri, po edhe te futbollistët, kemi po me Gerard Martin, Marcus Rashford dhe shumë futbollist e kanë kritikuar shkaku i këtij rasti, pasi që rasti i kartonit kuq e dha referit verdh. Po në vare po që distanca ka shumë e afërt me dal veç me portier, edhe mbrojtësi i dytë pas Kubarsit ka bukur larg. Domethënë nuk ka pas asnjë diskutim për kartonin e kuq. Këtu nuk u dëmtu. Asoj përkat lojës, lojën Barcelona e nisi mirë, pa disa raste, tentuan me gjetë atë golin e shpejt, edhe për me vazhdu me menaxhimin e lojës.
nuk ka rritën, sidomos një rast mirë e kanë pas me Marcus Rashford në fillim ndeshjes, dhe ai kartoni kush, pastaj ndryshoi rrjedhën e ndeshjes. Barcelona tentoi edhe me 10 futbollist, por në atë ndoshta një gjysmë rast me thonë, pasi as Barcelona nuk e besuan që mund me arrit në Atletico aq shpejt aty te gol, kur gjatë asaj kohe nuk është se prodhoi kjo u fokusu ma shumë me mbrojt këtë rezultat. E pranun edhe gollin e dytë, i cili do të krijoj shumë vështirësi për Barcelonën ndeshjen kthyese, kur dihet se Atletico është një skuadër shumë e vështirë për mu poshtë Metropolitano, sidomos në ndeshjet me vajtje ardhe kur luan Champions League. Por Barcelona është, nëse është një ekip që mundet me poshtë Atleticon si vendas, është pikërisht Barcelona. Dhe përkundër se para disa muajve e ka humba ndeshjen me rezultat të për Copa del Rey, por një gol i herë mujtë, për Po, pikë mujtë për anë jo. edhe për pikë, po Barcelona e mujtë Po, për pikë dy një. e di, po në atë ndeshjen që humbi thellë, Po, 3-0. do me tregu që është një ekip shumë e fortë mrena, po Barcelona tani ndoshta mund të lidhet me këtë fitoren, e tregoj që përkundër asaj humbje që e pat para disa muaje në La Liga e poshtë, edhe është skuadër që mundet me poshtë. Po nëse Atletico arrin, sidomos 15-20 minutat e parë, i bëj boll presionit Barcelonës në ndeshjen kthyese, nuk do të ketë problem për me menaxhu lojën edhe me marrë rezultatin që kualifikon tutje. Por unë besoj që Barcelona ka me im shumë agresive në ndeshjen kthyese, dhe nëse do të ndodh prap një befasi në ndeshjet kthyese, do të jetë një fitore e thellë e Barcelonës që japrin biletën për gjysmëfinalen. Do thonë, jam i këtij mendimi që Barcelona, nuk jam tifoz i Barcelonës, në skuadra e jam është Skuadra e tij ka eliminuar. ma herët Barcelona shkoj në lojën e parë, unë mendoj që shkoj. Unë besoj që kualifikohet, për dallim për këtyre ndeshjeve tjera që isha pak a shumë të përfunduar. Barcelona, fatin e saj në kam të 19 vjeçari, domethënë është e çuditshme, nuk mund është ti, ai mund të kenë talentin më i madh në botë. Dhe është pa diskutim. Po ti nuk mund është me prit këtë lojë me kry ai. Plus, mundet me jetë luajnë që finale të Ligës Kampiona, edhe mundet me shku kesh diçka, mundet me marrë një karton të kuq. Barcelona rrezikoi shumë për me marrë gollin e dytë. Se lujti shumë hapë, me thonë sulmojke me këtë forcat dhe 10 veta. Normalisht që ata kanë me ta bon 1, 2 ose 3 kundër sulme dhe mund lojës. Ti ma mirë ekip mbyll 0-1 dhe mi bëllë shpresat shumë atë moja për lojnë kthyese se me pranu një goll. Që ke mu do këtë çuditshme. Pastaj rëndësia e Rafinhës. Unë mendoj që Rafinha është lojtari më i miri i Barcelonës. Që molli talenti e këtë, po lojtari lideri e ekipit. Që të rreqë ekipin përpara, që nuk e nol pressingën, që din me shënu dhe me asistuar të Rafinha, mungesa e tij kjo shumë e madhe. Në fillimin e pjesës dytë, Rashford e pat një rast një për tjere kalej për tjere, në gollën thotë nuk e shënaj. Besoj që Rafinha të nuk e shënë. Për që ta po thëmë, mungesa e tij edhe këtë barra, supet e një fëmije në 19 vjetë, po besoj që kjo Barcelonës për dytin vetë është të ju vakë mirë Ligën e Kampiona. Plus asaj edhe mungesa e lojtarëve në bankë rezervë, nuk ka alternativa për krejt, e sheh që nuk ka alternativa. Mungesa, po besoj dobësi më të madhe kanë në qendër të sulmit. Përkundër se Unë mendoj që në qendër të mbrojtjes e kanë dobësi më të madhe. Se sulm ti Po kur jep provon një me gol. Gerard Martin e ka zhvendosur si qendër mbrojtës, i ka do paraqitje të mira, po prapë në të lloja të Ligës Kampionëve mirë kanë luajtur si dyshe, por jashtë si kumar se mbrojtje janë shumë dobët ata. Edhe çdo ekip mundet me shpëtojnë tash me dëmtu. Ja, edhe u po, do me thonë, tash, ti e ki, ai mundet me konë shumë i talentuar që në mbrojtje ku barë se ketë, po, që shka thonë, mas një loje,
për një karton të kuq. Gündogani mduket thot me lojt setit. Ma mirë zë tele të jap gol, 11-11 kena mundësi shumë e kthy rezultatin se me na mon qof këtë ekipin. Na e kupton, domethënë ti ti për merr të kuq, po tani 10-11 ndryshojnë raportet këtë në lojë. Pa marrë parasysh a Barcelona, a City, ashtu a kush është. Me thonë ai ma mirë të lejë me shku një me një në të kishë jep Plus gol. ato po s'ke mirëqenë që shënën, Po, ai do Servan të Garcia qata, si jetë, shumë golla ka pështu. Po një me Se një. to tani Edhe ke Giuliano Simeone, s'ke Alvarez, kështu që ma Edhe tani gjosat ma mloja e ka një qa ke keq për Barcelona me dhënë mur gol peq ati faulli që u shka këtu. Një super golla më e mira e kësaj, po besoj. E kësaj gjëre, pe goditjes dënimit, edhe ajo bën ndeshjen më të mirë sa pe që është në Atletico, pa të nis mirë, pa pushim. Da, po besoj që u kthyn më të mirën e tij, edhe ai gol ka më dhënë besim. Atletico ndeshjen këtyse nuk më ne që ka mbrojt me këtë forca, nuk më ne që mbrojt total 100% që den. Po, të zonë me lu. Po, ka me tentu me lu edhe me shënu një gol, se një gol veç Përfundon. është në Barcelona më jep 3 edhe 3 është nëse ka ekip që jep 3 Barcelona e 4. Po unë e shoh shumë problem që Barcelona moret me kthy me Atletico. Ma shumë në pëlqim është Real me ja kthy Bayernit, sepse ka jep një gol edhe e ka rezultatin më të ngushtë se Barcelona Atleticos. Kur dihet që ata s'kan pretendime në kampionat, Po, Barcelona është lider, veç për të se ka titull me përtërku më dhe këtë vit. Gjitha forcat, ndeshja e jetës për ta, ka me bojnë që kja dhe në majt e përsin që e kanë, se këta kanë e përsin 2-0, kanë e përsin. Plus mas, Simeone pesha trajner, s'ka fitu kur atë lodhvi. Në mas 20 vjetëve fitu herë, sa vjen, 15 vjetëve fitoj ndeshjen e parë. Ka mënu, dhe me thonë, ka më mënu me kitë forësat e mbrojtë dhe bëse kam jarri qëllimin. Se kur të mëna që Barcelona mund sulmon edhe më mirë është edhe sulmu, kur jam menimi por kush bëhet mirë, jam men Atletico. Po. Në veren. Më thonë, Kam qenë ndeshje shumë e fortë e mirë, interesant, po shoh Atletico në bajagim Atalanta. Më vetë për gjallë ashtu të më 70-30. Për Atletico në generale. Plus tash mund të lidhet te mungesat, atë ditë Barcelona si mungoi Frenkie de Jong që me Pedrin dihen një dyshe fantastike për mujt me sush. E që lajmi mirë për Barcelona është ai tash në sfidën e kthimit ka mu kthy. Kurse te Atletico nuk është serioz. Po. Po. Kurse Atletico si mungojnë David Hansko që u lëndu, atë ditë edhe u zëvendësu, kurse edhe Mark Pubir, ai mor kartonin e verdhë edhe tash Simeone ka mu detyru që në qendër mbrojtjes me fillu me Lenormand edhe Clement Lenglet, që si vjet Lengleti nuk është që ka marrë shumë minuta dhe dit, ai nuk është mbrojtës shumë stabilt, kështu që kjo po shihet edhe ai më duket është i denduar nëse nuk gaboj, se në media u diskutu që veç këta dy tash janë opsione për me duke që me gjosë edhe ai është i denduar, nuk e di sa. Edhe kjo tash po shihet si avantazh për Barcelona edhe disavantazh për Atletico. Lojën shushe për edhe sopo me në qenë gjosa. Dy teka se nga edhe kërështona dhe Atletico në nga. Ja, ma mirë Atletico me shku që Shka gëzua vitura o li lojën e dhe, kisha gëzua, mo tash të the ma shumë është mundësi me akty Reali Bayernit se Borsa Atletico se në shetë kondër, në besej që ma për para gjosa dhe në matë moja Borsa me akty Atleticos se Reali Bayernit pavarësisht se na kena shënu një gu, po nuk e di sak një ndeshje, pak e kena shënu. Jo, keni kalzu që mëni më shënu, Barcelona mund nuk u kalzej që mëni më shënu. Po e ka kthy një ndeshje, nuk e di, Tash me një pej 3-1, se 3-1, me një ndeshje, tregua, po t'ka tregu 20 loj që i ka vonë ka që kjo është e rëndësishme, ti po vjen ndeshje shumë të rëndësishme, mrena të tipo se tu në qerek finale, me mundësi, nështë me këshyrë shorti veç Arsenalit, i ka ro shorti ma i letë. Për ka letësia. E ka po sportingin. Po, në letër. Në letër. Në me thonë ty po t'vjen mundësia mrena. Atletico. Që do më thonë desha që në thash, sezonin e kalu, Atletico deri minu 70 avansë 2-0 dhe Barcelona për 20 minuta 2-4. Kështu që kjo ndeshje është ju tregus real, po paka shumë të hek një përshtypje që
Ndeshja nuk është e përfunduar dhe gjasat ekzistojnë. Gjasat Për janë me shku vazhdime. Edhe Në Barcelona pranë 90 minuta se në eliminata. Edhe tash, po besoj Ndeshja është e fortë, që normal Po. që edhe mendimet janë ndryshme, po Unë Sa do Zhvenjeva, që- po Zhvenjeva ke Barcelona, s'u prit më shumë. tash po kalojmë te po ndeshja e e fundit. the se mungesa e Po. Rafinhas Rafinha është një mungesë e madhe. Pasi Rashfordi sado që i ka bërë të ndeshje të mira, a kemi po edhe në sezonët e fundit e Man United, po edhe të Aston Villa kur u vazu, nuk është se e ka më atë Po. me kohë vendimtar në ndeshjet të mëdha ose kur pritet. Kështu që kjo mungesë e madhe, po një mungesë e Barcelonës ka ditë edhe Fermin Lopez. Fermin Lopez nuk e 100% i gatshëm. I lejton që ka pas një formë të hatashme këtë sezon. Në fund Me e po që pozitën e dhënçit është të luajtur më mirë se Dani Almo, po jep shifra më të mëdha. u dash me inkuadru në pjesën e dytë përkundër se s'ka 100%. Kështu që për ndeshjen e dytë nëse është 100%, po besoj që kjo është një plus i madh për Barcelonën, se në rikthimi Fermin Lopez nga minuta e parë. Tash po kalojmë edhe te ndeshja e fundit që bashkë me luajnë Bayern Real, po besoj ka qenë ndeshjet më të forta Paris Liverpool. Nashta rezultati 2-0 nuk e befasi, tu e pas që Parisi si kampion fuqi i Evropës, pavarësisht se në kampionat nuk kushtohet reguat forcën e vet, po për shumë gjithë që në pjesën e dy sezonit po e dhezin turbinat edhe po e kallzojnë atë forcën e vërtet që e kanë. Qysh e thanë Sloti, tash po besoj deklarata e trajnerit Liverpoolit e rrumbullakson këtë situatë, tha jena me fat që kena humbë veç 2-0 dhe kjo tregon krejt se çka ka ndodhur në ndeshje. Një Paris shumë i fortë që nuk e kalon Liverpoolin pothuajse në asnjë moment me kriju diçka. 2 golla Desire Doué e dha një super gol, po ashtu edhe Kvaratskhelia i cili dribloi 3-4 lojtar. Atë formën që ka tregu te Napoli te Parisi, po besoj veç u pjek më shumë me Luis Enrique në tash u shndru në top 5 lojtar më të mirë botë në atë pozitë. Plus e arme fitu se ne të betar për ato. Cili normalisht, me tash se shpërdorë cili- raste pa fund. Po plus Enrique ka ndërtu një ekip që secili lojtar po vrapon, edhe po besoj që kjo është qejsi i suksesit. Kratë e mbrojtjes me fusha krejt, domethënë nën stop janë lëvizje, edhe këtë kallzon me posedim, me raste, me gjithçka, domethënë ke nonën e Parisit, edhe pavarësisht se ndër vite edhe Anfield ka kallzuar që është fortesë për kundërshtar, po besoj që është gati e pamundur me shpresu që Liverpooli bën befasi edhe pse futbollit nuk i dihet. Po besoj që Parisi nuk shkon atje se nuk është ekip me asnjë mentalitet edhe nuk e ka trajnerin që shkon për me rujt e përsi që ka kriju lojën e parë. Kështu që po besoj që edhe në sfidën e dytë edhe nëse nuk fiton, po besoj e menaxhon një barazim ose një humbje, një fitore minimale të Liverpoolit, po jo e mjaftueshme për mu kualifiku tutje. Ne Liverpool i shndurë. Liverpool pa Skandal. në këtë sezon Unë prit më mirë. shumë kanë pritë gjithë, sidomos me ato përforcimet e mëdha që i kanë bërë verës, po një Liverpool që ka ikë edhe pe identitetit e tij, na e shohmi pas ma shumë se 10 vite, po se po, ndoshta 15 apo 20 vite shohim një Liverpool që e fillon ndeshjen me as mbrojtësa. Në moment kjo tregon pse Liverpooli është në këtë situatë. Domethënë dolen edhe për identitetit e tij, e normalisht kur ti del për identitetit tënd, për lojas tënd, prej që ka karakterizuar gjithmonë Liverpoolin edhe në vitet e krizës. Para epokës të vëllohu, po Solum gjithmonë kanë sulmuar dhe me ekipen, kur e kanë pas ekipën shumë dop që përfundoi kanë në pozitën e 7-8 në Premier League, Liverpooli u von gjithë ekip që ka sulmuar. Në atë ditë me Parisin e pam një Liverpool që është fytyra e këtij sezonit Liverpoolit. Edhe as pak i rrezikshëm dhe i dha mundësi Parisit me bo lojën e vet, edhe po ashtu qysh tha Slot, ashtu edhe ishte, pasi që kushte normale ajo ndeshje do të përfundonte me rezultat shumë të thellë dhe ndeshja e kthimit do të ishte vetëm reviale. Plus edhe një penall që me VAR ju anulu Parisit. Po nisoj që
Njëse i besoj ka me Nuk jep qenë edhe penalti. ndeshjen kthyse, Liverpooli nuk e besoj që jo që nuk e ka kapacitetin, pasi kapacitetin Emra i ka, po nuk ka me mujt me bu mrena një javë ndryshimin e ftyrës, kështu që po besoj që fitoria 2-0 veç e ka konfirmu kalimin e Paris Saint-Germain në gjysmëfinale, po me shumë mundësi edhe ndeshjen në Anfield Paris do ta fitoj. Dhe do të tregoj që ka dalë se jo me dhone prap njëri nga pretendentët edhe në këtë sezon, edhe nuk është larë mensh ta fitoj për të dytin me të radhazi. Eventualisht për të tretin e për të katërtin. Ja e me djallë i dëre kur në Real Madrid. Okej. Kjo po besoj që me një fitore tjetër në Anfield vetëm e hedh kandidaturën dhe e jep një sinjal, po edhe një frikë të madhe për kundërshtarin që do ta përballë gjysmëfinale. Fituesin e Bayernit. Jo fituesin, po Bayernit. Edhe në kundërshtarin që do të Bayernit, do të jep një sinjal që për një vend në finale do të luftohet shumë. Që shpëthuni jo, kënej, ka me konë gjysmëfinale futbolli spektakular, kënej ka me konë futbolli mbrojtës. Arsenal 0-0, ata ja gjytë topin moni, që ne nga kënej, ka si razë në gëllën. Jo, në atë rast është Arsenali tani krijon ma shumë, po jo, une tash Barcelona, po besoj një gjysmëfinale tjetër Arsenal-Barcelona. E kom thonë edhe para një kohë që Parisi maksimumin me Enriken e mrin për Marsit e anej. Me onë bëhet ekipe pa përballueshme, me onë lejon aty në ja mundësën edhe luksi që e konë kampionat vetin, i lejon me luat atjet ka pa. Më bëhë kështë para interesante i ka marrë, se ta që ka marrë edhe atjeve në parë, s'për besej që... Në dhe i provon lejtarë të ri, do marrë në cilë me... Çdo vjet ishte ka 3 si rezerva, kur t'i vynë Champions League. Ka 3 kodër, Plus kampionati francez, ka ekipët kundërshtare shumë janë bujari, pranojnë mishtin ndeshje, pavarësisht përgjithëse për shembull, nëse s'gabojnë ndeshja me Lensin kënd futjavë, që ka është kandidat për titull Lensin, nëse puna ka ton kandidat, tash të rivalit kryesor për titull, po ja mundësën me pushu, vend se me shvicu në favorin tanë. Sa ta mojnojnë me marrë pike dhe me majtë të ekipet so i kanë Champions League, ose një shtu. Po është në favor edhe kampionatit. Dhe. Është suksesi i një ekipe në shtetit është favor kampionatit. Enrique është strategi madh, një trener që e don futbollin e bukur si nus. Ai veç Dembele pak më në formë e konën e kisha thonë që prap janë kandidati kryesor, por forma e tij e lohatshme. Shumë raste, besoj shumë raste me Liverpoolin, domethënë mëshin me vranë ndeshja aty se mos më menduaj se ka në Liverpooli. Nuk më pri që ka në rregullu diçka, po domethënë veç ma keq të shku si në kampionat me rezultate çuditshme si në Champions League. Nuk ka rivali den për asnjë minutë i Parisit, domethënë me gjithë ato transferime, me gjithë ata emra, është një Liverpool që krejt ato përveç slotit të presin të njerën e ri shpeshone, dhe thonë edhe pse fitoj titullin vitin e parë, vitin e dytë del me punë fiasko, dhe besoj që ai jetë nuk zgjatë më shumë. Parisi e ka arrit maksimumin, Dembele në pak më shumë formë, besoj që shkon skuadër e pandashme. Që ka bo në sezonin e kaluar që e pas një ndeshje me Liverpoolin, hupi mrena i prijo shumë e ti të jashtë një këtën penalti, shkoj. Edhe përparësia më e madhe e Parisit është pasi vetë futbollist janë njëjtë, përveç Donnarumës të portë që u ndryshu, e gjithë nivellit që është e njëjta, plus me një Zaire Emery më përvoj, më e rritun, që është të zavencu në mënyrë perfekte Fabian Ruizën. Më thonë, e ka ekipën e njëjtë, lojtarët e din nga loja që kërkon Enrique, për atë unë është si pretendent shumë serios. Shkon që avështu ma shumë besoj që Parisi dhe që ka arrit gjysmë finale dhe të shumë rivalin.
ti po thu që sigurt është Bayerni, e thonë jepi Jo, Bayerni. tash me qenë se edhe koha është Bayerni. limitume, të jepim një parashikim taman, mos e bojmë pjesë. Kush ka lëna këso Po, rezultat? kush ka lënë, se me rezultate o këta puda s'jena, po une po besoj që Bayern Real Madrid kalon Bayern në gjysmëfinale, Paris Liverpool Parisi vazhdon, e kemi një gjysmëfinale mes Bayernit dhe Parisit, ndërsa nga ana tjetër e thash edhe më herët që përkundër që e ka shumë të vështirë, prapë e shoh Barcelonën, pasi që ka me tentu me lënë gjurmë në Ligën e Kampionëve, e shoh duke kalu Atletikon dhe në anën tjetër Arsenalin. Ndërsa në gjysmëfinale i qëndroj i mendimit nga përfundimi i fazës ligës për shoh një finale Bayern Arsenal dhe pavarësisht se cilët edhe nëse ju ndryshojnë kundërshtarët në gjysmëfinale, to dyja i shoh finale, për një finale Bayern Arsenal. Parisi ta shumë fort, po du mi qëndru pas asaj që e kena thonë, e kom thonë me një podcast ma mati që e kemi fort. Unë po besoj kom thonë që Bayerni me Realin fituesi i kësaj ndeshje shkon në finale. Kështu që tash me shumë gjosa Bayerni kualifikohet për shkak se i përmendëm rrethona, pavarësisht se ka shumë vështirë me Parisin, po mos të harrojmë se në Kupën e Botës për klube, kur erdh Parisi mas një forme të jashtëzakonshme, Bayerni ka ekipi që diti ju bo kogja mirë dhe po besoj që shkon një ndeshje spektakolare për tipos të futbollit. Kurse anën tjetër që thash kombini nëse Barcelona eventualisht arrin me rikthimin, unë po besoj që nuk mundet me ndal Arsenali për mu kualifiku në finale, por nëse shkojmë me ata se çka po shohim, edhe unë po besoj që finalja me shumë gjasa është Bayern Arsenal. Kalon Bayerni, kalon Parisi, kalon Atletico, pas një problem, edhe kalon Arsenali. Njën e në kra rivalt me futbol bukur, njën e në kra rivalt me futbol jo bukur, për të fort. Për finale, tash, më thonë që Liverpooli me ndrejës diçka mundet me shku, po të skandal, këtë skandal edhe. Bayerni, Parisi mundet me nërë Bayernin, finale e shkon Paris Arsenal, edhe me fitu Arsenal, shtu me një gol, dhe të rej. Kjo është qa me në jene, me të loj. Po besoj ja boni një analizë deri dikon për ndeshjet e para çeyrek-finale, po edhe ato ndeshjet kthyese çeyrek-finale dhe disa parashikime se kush mendoj që mund të hajde tutje, mirëveç ta mbetet tasgje tjetër. Se fillimisht ta falenderojmë sponsorin tanë të Artexis dhe shikuesit tanë. Shikues të dashur, kaq është për këtë episod të podcastit Arena e Yjeve, shihemi në edicionin e ardhshëm të shtunën tjetër. Mirupafshim.